Kopshti zoologjik ose zoo park në Athinë. Nuk e di nëse keni vizituar ndonjëherë, sot po shkojmë po nisemi. Ta shohim se çfarë bëhet me zebrat, me elefantët, me arinjt, me lopë, nëse do ketë lopë ose jo. Nuk e di mendet. Paktën nga shtëpia ku jemi ne është gati një gjysmore larg, 29 kilometra. Gjej makinë që lagje e mora. Dali ku dalesh. O burg, o brenda në park. Τώρα οδηγήστε αριστερά και συνεχίστε στην E75. Jeni gati që të shohim elefantët? Ky është momenti. Ky është momenti ideal për parë elefantët. Elefant. Ku jeni? Elefantët. Po. Nuk ka elefant. Ja, fshehur elefantët. Wow. Çfarë për mase. Shkoa për të ushqyer. Tani i kemi të dy afër. Shanse që na u afron të dy elefant. Wow, gigant. Sa godet me bu? Shit. Tani është momenti të shohim pak devet. Ç'është kjo? Deve? Po? Wow. Kemi 3 deve këtu. Hajde, ço pak. Ço. Se shpresoj t'i gjeja pak më tre deve që vetëm 3 aktualisht. Këta elefant do t'ju tregoj tani ka lindur në 2005 në Holand. Janë marrë prej atje dhe më pas janë dërguar në kopshtin zoologjik këtu në Athinë. Jeni gati që ta shohim? Paniguar. Ku janë arratisë që tre dhe vegjët. Duket aty, duket më pas nga këthe. Oh, sa Nel pak hije. Ta që po qëndrojnë në hije për shefin e vetë. Asa lezetshëm që shumë bukur. Shive ku është mrejtë të gotë. Ja. Shumë bukur. Opa, rinjt. Qa do bësh në? Opa, da be kapë. Në nderoje. Për synë e keqë. Hajde, my friend. A respektoj, Ari. Edhe këtë e bëre.
pritje për të rikthyer edhe një herë sërish elefantin që kanë asaj. Mos i ushqeni, sepse normalisht mund të shfaq rrezik. Është e rrezikshme për shëndetin e tyre. Po. Që po e theksoja. My friend. Është akël delfinash dhe është tjetër shfaqje në impresionante, që është shumë e bukur, për mënyrën se si as e kemi një këtu hapur fare. Nisë spektaklet e. Po, shumë nxehtë. Janë gjithë llojet e gjarprive të mundshëm që mund gjeni, edhe gjithashtu dhe shumë flutura që është shumë interesante. Sa bukur, totalisht. It's like butterfly houses. Shumë e këqij. Po, shumë nxehtë. Janë gjithë llojet e gjarprive të mundshëm që mund gjeni, edhe trofej për rinoceronta tani, jemi në këtë pjesë. E di që nuk e mendoni edhe për shkak të madhësisë së tyre gjigante që janë, por ata mund të vrapojnë deri në 40 km/h, cili prej tyre kam 2. Tani më këtu do t'ua tregoj. Në fakt rinocerontët kanë një vështrim të dobët, pra nuk arrin të dallojnë qartë nga së tyre, por janë fantastik në dëgjes dhe në nuhatje. E kemi 2 këtu që po qëndrojnë. Zona e tyre qëndrore, një habitat i krijuar engas për ta patjetër. Ti afrohemi pak më afër. Jam vetëm 15 metra larg tyre. Këta që janë pak më të vjetër si duket. Janë pak më të ana moshë më të madhe. Siguravno të çakinë. Kjo do të Opa, fine që bën? Da, ti bën. Të mori shjene e ojtjeve. Come here. Come here. Hi. Prezantoj me shokun tim deri. Shkute babi. Dajte shi te babi. Hajde. Dajte. Hajde. Jo, babi. Je mos e prek, dajte. Bye. O, dajte. Dhe çon këm kape te këtu dhe. E videsa. Dajte shkute babi, te babi. Hajde, i bështu. Come here. Here. Zaj? E puti mirë. Nuk kemi probleme, pak në për moment jemi okay, jemi qetë.
Të fundit që do doja të shija para se të largosha, duhet të ishte edhe gjirafa që më në fund e pam edhe gjirafën. Shumë e bukur. 10 to 10. Që do më shumë me pi një kafe këtu me pamje nga gjirafa. Këtu mund të shijoni një kafe në pamje nga gjirafa. Edhe zebrat mbeten unike dhe fantastike. Le të shohim pak pamjen spektakolare të zebrave. Gjithmonë i kam dashur zebrat me ndukur të veçanta në llojin e tyre, edhe shumë enigmatike, vetëm se kanë pasur shumë afër